Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se erdhët në kuzhinën e Rajanës. Sot do të përgatisim gjizë me kos të plerë. Edhe unë, si të gjithë që jetojnë jashtë, kur vinte puna tek gjiza, vrisja mendjen se ku ta gjeja si ajo që merrnim në Shqipëri, dhe pastaj vendosa ta bëj vetë, tamam siç e bënte gjyshja ime dikur me kos. Në fakt ajo e bënte me dhallin që dilte pasi e tunte kosin, por unë nuk ju futa kaq thellë kësaj pune, pasi jashtë jo të gjithë kanë mundësi që të tundin kosin e ta bëjnë dhall dhe që të nxjerrin gjalp, prandaj gjeta një mënyrë më të thjeshtë. Le të shikojmë procesin e përgatitjes dhe do shikoni se sa lehtë e përgatisim në shtëpi gjizën prej kosit. Për përgatitjen e gjizës, unë kam përdorur 2 kg kos të trash, por mund të përdorni edhe kos më të hollë. Unë kam përdorur kos me përqindje 10%, të cilin e kam blerë. Ju po të doni mund ta zini kosin edhe vetë në shtëpi me qumësht, si të keni mundësi dhe dëshirë. Më pas kosin e holloni me ujë për ta bërë si dhall. Për 2 kg kos, përdorni 2 litra e gjysmë me ujë të ftohtë, ose derisa të shikoni që kosi është holluar mjaftueshëm dhe ka marrë formën e dhallit që pim zakonisht. Më pas, siç e kemi masën e dhallit, e vendosim në zjarr mesatar dhe e lëm që të marrë val. Lëreni kosin në këtë mënyrë dhe do shikoni që kur të nisë të marrë val, kosi, pra dhalli në këtë rast, do të pritet. Në këtë pikë e ulim zjarrin në minimum dhe e lëm gjizën që të vlojë në këtë mënyrë për 20 ose 30 minuta. Mos e hiqni gjizën direkt nga zjarri sapo pritet, pasi duhet që të ziejë akoma në zjarr të ulët, në mënyrë që gjiza të forcohet pak, në mënyrë që në fund gjiza të na dalë një masë kompakte dhe të arrijmë ta mbledhim mirë nga hira. Dua t'ju them që hirën që kulluat gjizën mos e hidhni. Nëse doni mund ta përdorni si hirë për djathin, thjesht hidheni në një shishe plastike dhe vëreni në ngrirje. Dhe kur t'ju duhet, mund ta përdorni për djathin. Pasi gjiza ka zier mirë dhe kanë kaluar 20 minuta, e fikim zjarrin dhe lëm gjizën që të ftohet pak dhe më pas e kullojmë. Kullesën e gjizës e bëjmë në një pecet e cila bën të mundur që hira të dalë dhe gjiza të ngelet brenda pecetës. E lidhim pecetën mirë dhe tani jeni gati që pecetën ta varrim diku në kuzhinë dhe ta lëm në këtë mënyrë për disa orë, derisa të shikoni që nga gjiza nuk ullon më hirë dhe masa e gjizës është forcuar. Unë nuk e la shumë orë pasi nuk e dua gjizën kur bëhet shumë e fortë, më pëlqen që gjiza të jetë pak e butë. Pasi heqim gjizën nga peceta, mund ta kriposni, mund t'i hidhni sa krip të doni ose mund ta lini edhe pa krip dhe më pas ta ruani në një vazo në frigorifer. Nëse bëni shumë dhe doni ta ruani për një kohë shumë të gjatë, atëherë ruani në një kuti plastike dhe e fusni në ngrirje dhe përdorni sa herë që ju duhet. Gjiza që do përgatisni në këtë mënyrë është shumë e mirë dhe është tamam si ajo që bëhet në Shqipëri. Unë këtë lloj gjize e pëlqej shumë. Ju mund ta përdorni në fërgesa të ndryshme, me speca, me mëlçi, në byrek apo edhe në receta të tjera.
Unë ua garantoj që nëse e bëni në këtë mënyrë, do arrini të shijoni gjizën që keni ngrënë dikur në Shqipëri. Provojeni dhe më thoni nëse do ju pëlqej. Nëse ju pëlqen si recetë, i jepni asaj një like, si dhe shpërndani me miqtë dhe familjarët tuaj. Gjithashtu mua më gjeni dhe në Instagram, duke më kërkuar me emrin Rajana Kitchen. Unë ju falenderoj të gjithëve që më ndoqët edhe në videon e sotshme. Bashkë do të dëgjohemi sërish në videon e radhës. Deri atëherë, Zoti ju bekatoft të gjithëve. Thank you.